A funksionon si në Shqipëri që fakti që një dhëndri i president Amerikan sot ka bërë dhe do bëj një investim shumë të madh në Shqipëri, një investim le të themi në një zonë turistike shumë të kërkuar, a do nxjisi kjo investitor të tjerë amerikan që t'injektojnë shumë amaramëndse në ekonominë shqiptare përmes investimeve të tyre? Investitorët amerikanë të sofistikuar e kuptojnë shumë mirë, jo vetëm parametrat që sapo përmendi Marku në raport me atë investim, po dhe shumë detaje shumë të tjera se si ndodhin këto investime. Unë mendoj që neve, në momentin që neve duam të kuptojmë me të vërtet këtë investim, neve duhet të riqemi nga fjalët dhëndëri i zotit Trump, apo i presidentit Trump. Në Shqipëri e kemi pak... E kuptoj, po problemi është po kërkojmë 1.4 miliard dollar amerikan dhe jo lek shqiptar. Në këtë moment duhet kuptojmë që ai vjen e para punës nuk është më i përfshirë në administrat, është i zhveshur nga funksionet e tij që ka patur më parë. Numër 2-shi, bazuar në çfarë di unë, ai është menaxhuesi i këtij investimi, nuk është investitori. Qartë, po ne shqiptarët biem shkurt gjithmonë. E di unë, po prandaj këtu po të luaj rol amerikani, ma fal për 5 minuta. Dakor, jo, e bën shumë mirë. Ma fal për 5 minuta rolin amerikanit, po duhet ta bëjmë pak sepse janë shumë para dhe fjalët kur hidhen kanë peshë. E kuptoj. Dhe televizioni juaj është njëri nga të cilët referohet më shumë dhe ndiqet më shumë pikërisht për faktin që nga që nuk keni ndikime politike, merret vetëm me biznes, vetëm me komerc. Dhe prandaj po përpiqem që ne ta kthejmë, t'i heqim këto nuancat politike dhe të flasim për këtë gjë. Pra kemi një menaxher të një fondi i cili ka alokuar një investim këtu në mënyrë strategjike, i njëjti investim është bërë ose pretendohet të bëhet dhe në Beograd. Shef këtë terren si të përshtatshëm, dhe ka vendosur që bëhet fjalë për disa fonde që janë, qoftë nuk gabojmë, është fondi publik i Arabisë Saudite nga Kuvin. Këto fonde për të menaxhuar për këtë investim këtu me një nën-kontraktor apo me një kontraktor lokal, me një biznes lokal ku do ketë një sipërmarrje të përbashkët. Ky është gjykimi që është këtu. Për amerikanët, për investitorin amerikan, kjo është pozitive kur shef një diçka të tillë sepse thotë, "Ok, pas ka validim, amerikani gjithmonë do një precedent që t'i shkojnë mbrapa."